kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, ka reaguar lidhur me rezultatin e zgjedhjeve në Hungari, duke përgëzuar liderin e opozitës hungareze, Peter Magyar, për fitoren elektorale. Në një reagim publik, Berisha u shpreh se qytetarët hungarez votuan masivisht për ndryshim, duke nxjerrë në opozit kryeministrin Viktor Orban dhe partinë e tij Fidesz pas 16 vitesh në pushtet. Ai e cilëson procesin si një shembull të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kryedemokrati uroi Magyar për rezultatin dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim me partinë TISA si në nivel bilateral, ashtu edhe në kuadër të European People's Party, duke konsideruar këtë si një hap në interes të marrëdhënieve mes dy vendeve. Në deklaratën e tij, Berisha vlerësoi edhe qëndrimin e Orban, i cili sipas tij pranoi humbjen me dinjitet dhe respektoi vullnetin e qytetarëve. Ai e cilësoi këtë si një akt që dëshmon respekt për demokracinë dhe shtetin ligjor. Ndërkohë, lideri i opozitës shqiptare bëri edhe krahasim me situatën politike në Shqipëri, duke akuzuar qeverinë, sipas tij, për ndërhyrje në proceset zgjedhore dhe përdorim të mjeteve të paligjshme për të ndikuar rezultatin. Berisha theksoi gjithashtu marrëdhëniet e gjata të Partisë Demokratike me Fidesz dhe Orban, duke vlerësuar bashkëpunim ndër vite në çështje të rëndësishme si integrimi euroatlantik dhe siguria në rajon. Në përfundim, ai uroi popullin hungarez për zhvillimin e zgjedhjeve, duke i cilësuar ato si një model të demokracisë.